Ndiqen shumë drejtime. Javën e fundit jemi të përgatitje për lojrat mesatare Taranto 2026. Ajo është fokusi jonë kryesor, sepse e dini që tash mas Tarantos një kuqir i radhës është Kosova. Do thotë edhe kjo është mesatari i fundit themi, që është folë deri tash nëpër 3 kontinentet, mas lojra në Itali që do të kryen, atëherë fokusi do të jetë këtë në Kosovë dhe këtë shtetet që do të jenë pjesëmarrje për 4 vjet e radhës, do të flasin vetëm për Kosovën, do të përgatiten për Kosovën, do të angazhohen me ekspozityrë për Kosovën, kështu që Kosova do të jetë fokus i këtyre shteteve mas Tarantos. Është një rekord numër i sportistëve që të marrin pjesë për Kosovës, total numri diku 200 sportista. Mirë po krejt ekspeditat temi me trenera, me përfasues, përcjellës të këtyre sportistave të federatave të ndryshme sportive, do të jenë rreth 300 pjesëmarrës. Kështu që defilimi në këto lojra i Kosovës do të jetë shumë i bukur, edhe për shikuesit tanë, edhe për qytetarët tonë që do ta shohin live. Kjo është vërtet një ngjarje shumë e rëndësishme për Kosovën, sepse ne me qenë se do të jemi në kuqir radhës, duhet të jemi prezent me një numër të madh. Po padyshim që kemi zgjedhur lojtarë shumë të mirë, federatat janë duke punuar, janë duke përgatitur në kampe të ndryshme. Besoj që edhe të kemi rezultate. Synimi jonë të kemi rezultate sa më shumë, edhe të themi rekordin tonë në pjesëmarrjen e lojrave mesatare. Normal që do të kemi takime edhe me qenë se jemi edhe prej Komitetit Olimpik, edhe prej Komorës së Prishtinës, edhe prej Ministrisë për Rini dhe Sport, prej Qeverisë të Kosovës, do të ketë përfasues. Të krejt atë të cilët janë pjesë e organizimit të lojrave mesatare. Edhe normal që tash me synin tonë shumë pak më ndryshe, me syri do t'i shohim edhe ato të mirat që do t'i kenë ata, edhe ato gabime që do t'i bëjnë me syri, nëse do të ketë gabime, ne do t'i mësojmë edhe gabime që mos na ndodhen jemi në Kosovë, edhe do të ta shkojmë edhe të marrim pjesë si përfasues në këtë garë shumë të rëndësishme, mirë po, njëkohësisht ne do të fokusohemi që të shohim se si po shkon mbarvajtja e këtyre garave.